Ora 2 mëngjesit në Caracas ishte momenti kur qetësia në kryeqytetin e Venezuelës u thye nga një operacion masiv i forcave speciale amerikane që rezultoi me arrestimin e presidentit Nicolás Maduro dhe bashkëshortes së tij. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se operacioni u realizua nga njësitë elitare të Delta Forces, ndërsa presidenti Donald Trump bëri të ditur se e ka monitoruar të gjithë aksionin në kohë reale nga rezidenca e tij. Arrestimi i tij bazohet në një akt akuzë federale të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, e cila akuzon Maduron si udhëheqës të organizatës narkoterroriste Cartel de los Soles. Prokuroria e distriktit jugor të New Yorkut pretendon se për më shumë se 2 dekada Maduro ka përdorur makinerinë shtetërore dhe ushtrinë për të lehtësuar trafikimin e kokainës drejt Shteteve të Bashkuara. Dokumentet e gjykatës saktsojnë se kjo skemë kriminale ka shërbyer për pasurimin sistematik të elitës politike dhe ushtarake të Venezuelës, duke e kthyer shtetin në një mburojë për aktivitetet e kartelit të drogës. Përtej aspektit ligjor, operacioni në terren raportohet të ketë pasur kosto njerëzore. E përditshmja New York Times bëri të ditur se ndërhyrja ushtarake ka shkaktuar disa viktima dhe të lënduar në mesin e popullsisë lokale, ndonse numri i saktë i tyre mbetet ende i paqartë në këtë fazë fillestare. Tashmë nën arrest, Nicolás Maduro pritet të nënshtrohet procedurave gjyqësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rast se shpallet fajtor për akuzat e rënda të narkoterrorizmit, ai rrezikon dënim maksimal me burgim të përjetshëm si edhe konfiskimin e të gjitha pasurive.